Jemi sërish bashkë në transmetim të drejt për drejt, përsëritet skandali i maturës shtetërore në vend dhe këtë e vërteton fakti se në pak minuta pasi fillon provimi, teza del jashtë. Ky fakt na le të shqetësuar, duke ngritur edhe një herë shqetësimin e madh për dekonspirimin e gjithë procesit dhe normalisht duke ngritur një pikpyetje për vlerën e maturës shtetërore, por pse jo, hedh edhe poshtë punën e përkushtuar të 10 mësuesve që punojnë çdo ditë me përkushtim. Për këtë do të flasim në vijim, teksa në studio më bashkohet pedagogja Elsa Skënderi, faleminderit që jeni këtu. Dhe pedagogu njëkohësisht eksperti i arsimit Ndriçim Mehmeti, është kënaqësi gjithashtu që jeni bashkë. Si gjithmonë dhe për mua kënaqësi. Unë e di që gjatë kësaj hyrje prezantuese bëra edhe disa lapsuse të përsëritjes së fjalëve dhe që këtu ndoshta duhet filloj me korrigjimin ndaj meje para se të shkojmë te matura. E vura re po s'thash. Elsa, çfarë mund të themi për këtë mani që kemi ne të nxjerrim tezën jashtë? Çfarë përfitohet? Është një problem që në fakt duket sikur i vë një vull problematike gjithë procesit dhe ngre një lloj hije dyshimi. Megjithatë është histori e stërpërsëritur, ajo që është problemi është që nuk po arrim dot ta ndreqim këtë aspekt, pavarësisht që ka kontrole të shtuara, pavarësisht që është një armatë e tërë mësuesish dhe persona është të ngarkuar për ta mbikëqyrur gjithë procesin, provimit të maturës, prapë teza përfundon duke dalë. Megjithatë kam prirjen unë që të mendoj që përveç se e vën në diskutim një lloj serioziteti të menaxhimit të procesit, nuk është që cënon rezultatet, se nuk besoj që fakti që teza del dhe qarkullon ndikon ata që janë brenda duke bërë provimin që të marrin ndihmë apo të themi kështu që komprometohet. Po përsa kohë që dikush e nxori, me siguri mund marrë edhe përgjigjet mbrapsht, apo nuk është kështu? Po nuk flasim për një masë të madhe dhe nuk di, domethënë mund të jetë ashtu, po mund të jetë edhe që thjesht e kanë nxjerrë dhe ka qenë thjesht dikush që thjesht e kanë nxjerrë, për të thënë shikoni e nxorra, procesi nuk qe mirë, nuk shkoi siç duhet. Nuk mendoj që ka një ndikim shumë të madh te rezultati i përgjithshëm, apo që mund të flasim për padrejtësi në raste specifike të maturantëve që janë nështruar provimit. Megjithatë ju thash që ngrej një lloj hije pikpyetje dhe dyshimi për seriozitetin në menaxhimin e këtij procesi. Profesor, ka dalë nga Tirana apo është më e predispozuar në rrethet të ndodhin? Nga mesi i Tiranës ka dalë. Nga mesi i Tiranës. Se këtu janë interesat më të mëdha. Qa do bëjnë ata që janë 20 Tirana ka vëmendje më të madhe për këtë proces? Tirana ka vëmendje më... Si e dim këtë, që ka dalë nga mesi i Tiranës? Ja ka dëbuar. Sepse kemi informacione, nuk flasim kot. Nuk flasim kot, po kemi informacione. Po ja e di unë se si është, atje nuk ka problem, se nuk është kjo. Kjo është gjysmë të keqes. Kjo që ka ndodhur gjysmë të keqes. Më e keqja më e madhe është arroganca e ministrisë. Nuk ka cënuar procesin. Si ta kuptoj unë? Nuk ka cënuar procesin. Është ajo që tani, po pretja ta mbaroj. Ajo që tha 279 veta, 279 nuk janë pak, edhe nuk jam dakord me atë që tha kolega masa, një të preket. Këtu nuk bëhet fjalë për masë, një vetëm, ju ul nota. Një mori notën e padrejt, një. Sepse kjo nuk është kopim. Nuk është kopim. Nuk është kopim. Jo, po një minutë, s'është kopim, se këta e quajnë kopim. Nuk është kopim kjo. Ata duhet t'i vëmë një emër tamam. Kjo është hajdutlëk. Është krim. Kështu quhet kopimi për mua. Pse? Ta shpjegoj unë pse. Sepse unë të kam marrë të drejtën ty. Të kam vjetur të drejtën ty. Si pse? Unë të kam vjetur të drejtën ty. Pse? Sepse ti në kushtet. Duhet thua shtetasit janë të barabartë përpara konkurimit. Dhe ky është konkurim, e ke në kushtetut. Dhe ky krim është bërë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit. Është bashkëpunëtore e Ministrisë e Arsimit në krim. Dhe pse? Sepse 279 veta në një gjimnaz në Verelindje kanë përfituar 5 nota. Tani çfarë përfitimi është ky? Ta shpjegoj unë. Se ke lexuar? Hap raportet e maturës shtetërore. Lexoj një nga një. Këta janë se të ja raportet tjera. Që kanë një sekond të mbaroj unë. 650 veta kanë fituar 3 nota plus. Sa do të cënohet rezultati? Se kuptoj. Sa kemi ne? 63 milion si India, maturant? S'kemi ne. Ne 19.800 maturant kemi, ne shtonë 27.000, se gënjejnë. Mashtrojnë. Po nuk kanë si të gënjejnë. Po, se ta tregoju si quhen maturant. Maturant quhen dhe unë që vete, këtë vit. Vete këtë vitu, regjistrojnë. Ka mbaruan 88-ën. Maturant, vjet... Po sa mira janë ato që të shkojnë nga 19.000 për 7.000. Ja ta them unë, mirë, dalim pak si shumë.
vjet me statistikën në QSHA ishin 19.860 maturantë të pastër në 2024. Do të më thuash ti që këtë vit janë shtuar 8.000 maturantë? Ndërkohë që ne themi umri ka lënë? Kanë qenë 28.000 Jo. 19.860 më hape, po e lëm këtë. Janë 27.000. Statistik tjetër që 20.000 janë regjistruar në universitet. Janë 20, po pra të po them, pas skemo nuk e. Po si janë 19.000 dhe 20.000 kanë Edhe njerë. Që nuk kanë aplikuar. E nderuar, po të shpjegoj të njëjtën gjë dhe prapë në universitet. Tani, je i sigurti që ata që janë regjistruar në universitet janë ditet me vjeç? Ne referohem Po, regjistrimi, statistikat. Atë po të shpjegoj pra. Për shkollën e mesme ke dhënë provë. Ore, edhe një herë. Jo, nuk është e thënë ma shpjegosh mua, se se kemi bashkëtisht. Edhe një herë. Po pra konsistencat e shifrat është kjo. Konsistencat e shifrat është kjo, që unë aplikoj për universitet, po nuk do thot që unë kam mbaruar këtë vit gjimnasin. Nuk është e thënë. S'ma mbusat mundje që të thua që është e thënë që kam mbaruar këtë vit. Po e thema të thjesht shifra 19.000 maturantë dhe 20.000. Po e heqim. Janë 28.000. Tani kthehemi tek shifra tjetër. Pra ti të kanë marrë 28.000, 27, 22, 25, s'ka rësi, 27 janë këtë vit që nuk e ha njeri, që është gënjeshtër. Po i rrim kësaj gënjeshtër. Se na pëlqen kjo gënjeshtër, na pëlqen, bila na pëlqen gënjeshtra deri në vdekje. Jemi të pëlqim dhe në ekstaz të gënjeshtrës. Se është e pamundur se vjet, unë këto shifra i kam në qeshaja, nuk kam në xhepi im. Se po të kisha në xhepi im, ngrija duar. Dhe ndërkohë që ti humbet çdo vit. Humbet vetë, se ke thënë vetë. Vetë ke thënë që këtë vit regjistruam 1.200 më pak. Po të ketë 1.200 më pak, nuk ka mundësi të ketë 27, kur ndërkohë vjet me gjithë shtesat e veta, ti the 22. Por 27 po i lëun. Ti vjet me 22.000 maturantë, me 23 sa duash ti, 1% e këtyre maturantëve të ikën nga 5 në 10. E ka cënuar kjo procesin? Jo. Sipas ministrisë jo.